Përshëndetje miq, sot do t'ju rrëfejmë një histori tronditëse dhe thellësisht emocionale, një histori që flet për dhimbjen e një vajze që u detyrua të heqë dorë nga gjaku i vet, jo pse ajo nuk donte, por sepse shoqëria dhe paragjykimet e njerëzve ishin më të forta se dashuria e një nëne për fëmijën e saj. Kjo është historia e një vajze që u përball me zgjedhjen më të vështirë të jetës së saj, një zgjedhje që nuk e mori vetë, por ja imponuan ata që duhej ta mbronin. Historia e saj është një pasqyrë e realitetit të hidhur që shumë vajza shqiptare kanë përjetuar dhe ende përjetojnë në heshtje, fëmijëria dhe jeta në fshatin që e gjykon. U linda në një fshat të vogël malor, ku çdo fjalë që dilte nga goja e njerëzve peshohej më shumë se e vërteta vetë. Aty, deri ishte më i rëndësishëm se jeta, dhe ç'thot bota ishte ligji më i shenjtë që s'mund ta shkelte askush, jetesa ishte e thjeshtë, njerëzit punonin tokën, burrat dilnin me bagëti. Gratë mbanin shtëpitë dhe fëmijët mësonin të rriteshin me frikën e përfoljes. Në atë fshat, fjala dashuri ishte e fshehtë, e ndaluar, një luks që i përkiste vetëm librave ose filmave që shikonin fshehurazi në televizor. Nëna ime ishte një grua e fortë, por e mbyllur, e rritur me bindjen se nderi i një vajze ishte gjithçka që një familje kishte. Babai im ishte burr i ashpër, punëtor, por që nuk dinte të tregonte ndjenjat. Ai nuk më përqafoi kurrë, por më mësoi se duhej të isha e bindur, e urtë dhe mbi të gjitha e pastër. Fëmijëria ime kaloi mes librash, punësh shtëpie dhe ëndrave të heshtura për një jetë ndryshe. Shkolla ishte i vetmi vend ku mund të ndihesha vetvetja. Mësuesja më donte shumë dhe më thoshte gjithmonë se isha e zgjuar dhe duhej të vazhdoja studimet. Por në fshatin ton, vajzat rrallë dilnin përtej 8 vjeçares. Shumica martoheshin që në moshën 16, 17 vjeç dhe askush nuk pyeste nëse donin apo jo, unë isha ndryshe. Kisha ëndra. Doja të shkoja në gjimnaz në qytet. Të bëhesha mësuese ose infermiere. Doja të kisha një jetë ku vendimet e mia të ishin të mia. Dhe për një çast mendova se do ta arrija. Por gjithçka ndryshoi atë verë, ishte vera e maturës sime, dhe për herë të parë, një djalë më foli me sy, me zë dhe me ndjenjë. Quhej Ardil. Ishte një djalë i mirë, punëtor, që kishte ardhur në fshat për pushime nga qyteti. E njohëm njëri tjetrin në një dasmë. Ai më kërkoi një vallëzim dhe unë, me zemrën që më rrite fort, pranova. Ai ishte i butë në fjalë, ndryshe nga djemtë e fshatit që flisnin vetëm me krenari e urdhra. Pas asaj nate, filluam të takohemi fshehurazi. Në hijen e pemëve. Në rrugicat ku askush s'na shite, flisnim për ëndra, për jetën dhe për një të ardhme që e ndërtonim me fjalë. Ishte hera e parë që ndjeva dashuri, ajo ndjesia që të bën të harron gjithçka tjetër. Dhe në një nga ato net të pafajshme, e lash zemrën të më udhëheqë më shumë se mendja, nuk e kuptova menjëherë se çfarë kishte ndodhur. Por pas disa javësh, trupi im filloi të më fliste. Mu vonuan ditët, ndjeva lodhje, përzierje dhe frikë. Një frikë që më mbuloi si një re e zezë. E dija çfarë do të thoshte ajo. Dhe kur testet e thjeshta që bëra fshehurazi më dhan përgjigjen, më ra bota mbi kokë. Isha 7 zën në fillim. Nuk fola me askën. Mbyllesha në dhomë, qaja dhe fshija barkun që çdo ditë dukej më shumë. Arditi më premtoi se do të vinte, se do të fliste me prindërit e mi, se do të më merrte me vete në qytet. Por fjalët mbetën fjalë. Ai u zhduk. Fillimisht nuk më përgjigjej, pastaj më bllokoi dhe më vonë mora vesh që ishte fejuar me një vajzë tjetër nga qyteti, vetëm, e braktisur dhe e tmerruar, nuk dija ç'të bëja. Nëna e kuptoi një ditë, kur më gjeti duke qarë dhe mbajtur barkun me duar. Sytë e saj u zgjeruan, fytyra ju zbardh dhe pa thënë asnjë fjalë, më qelloi. Çfarë ke bër, moj e marr? Si mund të na turpërosh kështu? Bërtiti. Unë s'munda të flas. Vetëm qaja dhe kërkoja falje, që nga ai moment, shtëpia ime u bë një burg. Nëna më mbajti të mbyllur, të fshehur nga sytë e të gjithëve. Nuk më linte të dilja, nuk më linte të flisja me askën. Dhe çdo natë, dëgjoja pshertimat e saj, si do t'i dalim fshatit përpara. Çfarë do thonë njerëzit? Deri ynë u shkatërrua.
Një ditë, ajo më tha qetë, por me një zë që s'kam për ta harruar kur, nuk ka tjetër rrugë. Duhet ta heqim. Fshati s'mund ta di. Babai yt do të vras, po e mori vesh. Unë s'mund të lejoj që turpi të na ndjek gjithë jetën. Unë u drodha. Jo, nën. Është fëmia im. Se dua këtë gjë. I thash mes lotëve. Por ajo nuk më dëgjoi. Për të, unë nuk isha më vajza e saj, por një njollë që duhej fshirë. Ajo më mori një mëngjes, më çoi në qytet, në një klinikë private ku gjithçka bëhej fshehurazi. Aty më priti një grua që më pa me mëshirë, por s'më tha asnjë fjalë. Procedura ishte e shpejtë, por dhimbja ishte e pafund. Ndjeva sikur më shkullën shpirtin, si të më kishin marrë një pjesë të vetes. Kur u kthyem në shtëpi, nëna më përqafoi për herë të parë pas shumë kohësh, por ajo përqafim ishte bosh. Ajo më tha, harroje, bija ime. Nuk ka ndodhur asgjë. Fillo nga e para. Zoti do të na falë. Por unë s'munda. Nuk e harrova kurrë. Çdo natë shija në ëndër një fëmijë që më thërriste mama, dhe çdo mëngjes zgjohesha me lot. Vitet kaluan, por ajo plag nuk u mbyll kurrë. Unë u bëra grua, u martova me dikë që se doja, vetëm që të largohesha nga fshati. Por brenda meje, ajo dhimbje jeton ende. Sot, kur shoh fëmijët që luajnë nëpër rrugë, mendoj për Timin. Për atë që s'munda ta mbaja, nuk e di nëse nëna ime e kuptoi ndonjëherë çfarë më mori. Ndoshta ajo mendonte se më shpëtoi nga turpi, por në të vërtetë më dënoi me një mallkim që s'më ndahet. Sepse s'ka dhimbje më të madhe se sa të mos ta lejosh shpirtin të lindë. Vetëm për hir të një fshati që s'do kujdeset kurrë për ty. Martesa, heshtja dhe faji që nuk shuhet, pas asaj dite të mallkuar, jeta ime ndryshoi përgjithmonë. Nuk isha më vajza e ëndrave, ajo që ëndërronte të bëhej mësuese dhe të shpëtonte nga fshati. U ktheva në një grua të thyrë që mbante në shpirt një barë që askush nuk e dinte. Nëna ime bëri çmos që askush të mos merrte vesh asgjë. Përballë njerëzve, ajo qeshte, punonte, sillej si gjithmonë. Por brenda shtëpisë son, gjithçka ishte ndryshe. Kishte heshtje, ftohtësi dhe një ndjenjë turpi që nuk largohej. Unë isha hija e vetvetes, një shpirt që ecte nëpër rrugë me kokën ulur dhe sytë që nuk guxonin të takonin askën. Në fillim mendova se me kalimin e kohës dhimbja do të zbehej. Por ndodhi e kundërta. Çdo ditë që kalonte më dukej si një dënim i ri. Ndonjëherë dilja natën në obor, ulesha nën hën dhe i flisja fëmijës që se njoha kurrë, fali, bija ime, s'kisha fuqi. Më detyruan. Por unë të doja. E ndjeja praninë e tij si një frym që më përqafonte. Dhe pastaj më mbulonte faji. Një ditë, pas afër një viti, nëna më tha se më kishin kërkuar për martesë. Ishte një burr nga një fshat tjetër, pak më i madh në moshë, që kërkonte një nuse të qetë e punëtore. Unë nuk doja. Se njëja, nuk e doja, dhe mbi të gjitha, s'isha gati, por nëna nuk më pyeti. Ajo më tha prerë, do martohesh. Mjaft me turpin që kaluam. Është koha të ndreqim fatin tënë. Babai nuk tha asnjë fjalë. Vetëm më pa me një vështrim të akull dhe më la të kuptoj se nuk kisha zgjedhje, dhe ashtu, pa dëshirë, pa dashuri, u martova. Nusja që qeshi në dasmë nuk isha unë. Ishte një kukull që luante një rol për të kënaqur botën dhe për të mbuluar mëkatin e heshtur që më diqte brenda. Burri im, Iliri, ishte një njeri i mirë në pamje të parë, por i ftohtë dhe i mbyllur. Punonte shumë, pinte shpesh dhe nuk pyeste për ndjenjat e mia. Ai donte një grua që të gatuante, të pastronte dhe t'i jepte fëmijë. Asgjë më shumë. Në fillim u përpoqja ta pranoja. Mendova se ndoshta kjo ishte jeta që më takonte. Se ndoshta Zoti do më jepte mundësinë të bëhesha nën sërish, këtë herë në mënyrë të drejtë, pa mëkat, por muajt kalonin dhe fëmijë nuk vinte. Mjekët më thanë se gjithçka ishte mirë, por ndoshta duhej kohë. Iliri filloi të bëhej nervoz. Njerëzit në fshat nisën të pyesnin, po fëmijë pse s'keni ende? Dhe çdo herë që e dëgjoja atë pyetje, më shpohej zemra. Sepse unë e dija pse.
E dija që ajo që kisha bërë më kishte lënë plagë që nuk shëroheshin dot, ndonjëherë më dukej sikur Zoti po më ndëshkonte, sikur çdo ditë pa fëmijë ishte një kujtesë e asaj që kisha humbur. Nëna ime, kur vinte të më vizitonte, sillte ushqime dhe rrobat që më kishte qepur dikur. Por mes nesh kishte një mur, ajo nuk më shihte dot në sy. As unë atë, në ndonjë moment të rrallë, ajo më përkëdhelte flokët dhe thoshte, ndoshta ishte më mirë kështu. Do të kisha vrarë veten po të naturpëroje. Zoti e di ç'bën. Por unë nuk e mendoja ashtu. Çdo natë, kur shtrihesha në shtrat, ndjeja boshllëkun. Dhe kur burri më kthente kurrizin, unë qaja në heshtje, në shtëpinë time të re, kishte gjithçka përveç dashurisë. Dhe çdo mëngjes, kur shikoja veten në pasqyrë, shija një grua të lodhur, të zbrazët, që se njija më. Një ditë, pas afro 3 vitesh martese, ndodhi diçka që më ndryshoi jetën. Një fqinje e re, e cila kishte humbur një fëmijë në lindje, më tregoi historinë e saj. Ajo qante, më përqafoi dhe më tha, dhimbja nuk ikën kurrë. Por nëse nuk e ndan, të ha për brenda. Ishte hera e parë që dikush më dëgjoi. Dhe pa e kuptuar, i tregova gjithçka. Për arditin, për nënën, për klinikën, për natën që humba gjithçka. Ajo më mbajti në krah dhe më tha, Zoti nuk të dënon pse deshe. Ai e di që s'kishe zgjedhje. Por ti duhet të falësh veten. Këto fjalë më ngulitën thellë në mendje. Falje. Një fjalë e vështirë, si mund të falja veten, kur s'isha në gjendje ta falja nënën. Vitet kaluan. Unë fillova të punoja si rrobaqepse në fshat. Gratë më sillnin rroba për t'i qepur dhe ndërsa prisnim, flisnim për jetën, disa më tregonin për burrat që i tradhtonin, disa për dhimbjet e lindjeve, disa për fëmijët që i kishin humbur. E kuptova që çdo grua mbante një plagë. Vetëm se disa dinin ta fshenin më mirë. Një mbrëmje, ndërsa po qepja një fustan të vogël për një vajzë që po bëhej nën për herë të parë, më mbuloi një val emocionesh. E ndalova makinën e qepjes, u ula dhe qava. Nuk qava vetëm për fëmijën tim, por për gjithë vajzat që janë detyruar të zgjedhin mes dashurisë dhe nderit, mes shpirtit të tyre dhe shoqërisë që i gjykon. Nëna ime u plak dhe u sëmur. Një ditë, ndërsa qëndronim vetëm në dhomë, ajo më mori dorën dhe me një zë të dobët tha, më fal, bija ime. Mendoja se po të mbroja. Nuk e kuptova se po të shkatëroja. Çdo natë kam qarë për atë që të detyrova të bëje. Lotët më dolën vetvetiu. E përqafova dhe i thash, të fal, nën. Se ndoshta edhe ti ishe viktim e një bote të padrejtë. Ajo vdiq pak muaj më vonë, me lot në sy. Por në atë moment, ndjeva sikur një pjesë e barës u ngrit nga shpirti im. E falja nuk e fshiu dhimbjen, por më lejoi të jetoj sërish. Sot jam 38 vjeçe. Ende pa fëmijë. Burri im është i njëjti, por më i qetë. Ai se di kur historinë time. Dhe ndoshta s'do ta mësoj asnjëherë, por unë nuk jetoj më me turp. Kam mësuar të flas me gratë, t'u jap forcë, t'u tregoj se heshtja vret. Në zemrën time, fëmia im jeton. Nuk ka emër, por ka dashuri. Dhe çdo herë që fryn një erë e butë, e ndjej sikur më thot, të dua, mama. Nuk të mbaj mëri. Shërimi i shpirtit dhe lindja e një misioni të ri. Koha ecën, por ka plagë që nuk i shëron dot as viti më i gjallë. Megjithatë, ajo që mësova me dhimbje është se njeriu mund të jetojë edhe me plagë, nëse mëson t'i kthejë ato në forcë. Dhe kështu filloi kapitulli i ri i jetës sime, një rrugëtim nga heshtja drejt shërimit, nga faji drejt faljes dhe nga dhimbja drejt shpresës. Pas vdekjes së nënës, ndjeva një boshllëk të thellë. Ajo kishte qenë, pavarësisht gjithçkaje, lidhja ime me të kaluarën. Me largimin e saj, shtëpia ku u rrita u bë një kujtim i rënd, plot zëra e lot të fshehur. Shkova disa herë në atë fshat, vetëm për të parë dritaren ku dikur ëndërroja. Rrugën ku takova për herë të parë Arditin dhe portën ku nëna më shoqëroi drejt klinikës së Tmerit. Çdo hap në ato vende më sillte mbrapsht kujtime që më mbysin, por gjithashtu më ndihmonin të kuptoja diçka. Unë nuk isha më ajo vajzë e frikësuar, tani isha një grua që kishte mbijetuar. Një ditë, ndërsa po rregulloja shtëpinë, gjeta një fletore të vjetër, ku dikur shkruaja ëndrat e mia aty, ndër rreshta të zverdhur. Lexova, një ditë do të ndihmoj vajzat që vuajnë si unë.
Do t'u tregoj se nuk janë vetëm. Ajo fjali më dogji zemrën, por njëkohësisht më dha një ide. Për vite kisha mbajtur në heshtje një histori që më kishte shkatëruar. Ndoshta ishte koha ta ndaja. Ndoshta dhimbja ime duhej të bëhej zëri atyre që nuk mund të flisnin, vendosa të bashkohesha me një organizatë lokale që ndihmonte gratë e dhunuara dhe vajzat e braktisura. Në fillim shkova si vullnetare vetëm për të ndihmuar me rrobat apo ushqimet. Por pak e nga pak, fillova të dëgjoj historitë e tyre, një vajzë 17 vjeçare që ishte shtatzën dhe familja donte ta nxirrte jashtë shtëpisë. Një tjetër që ishte detyruar të martohej me një burr 30 vjet më të madh. Një tjetër që kishte bërë abort fshehurazi, ashtu si unë, çdo histori ishte një plagë e re në shpirtin tim, por edhe një pasqyrë së kaluarës sime. Dhe atëherë kuptova, unë nuk isha vetëm, dhe kur nuk kisha qenë, fillova të flisja me to në fillim me droj, pastaj me guxim. Ua tregova historinë time, jo si viktim, por si një grua që kishte kaluar në përferë dhe kishte dalë gjallë. Disa prej tyre qanin me mua, disa më përqafonin. Disa më falenderonin që kisha guxuar ta thosha me zë të lartë atë që ato ende e mbanin brenda. Me kalimin e muajve, u bëra pjesë e një grupi që punonte për të ndërgjegjësuar prindërit në fshatra, për të folur kundër paragjykimeve, për të shpëtuar vajzat nga detyrimi dhe turpi. Fillova të mbaj ligjërata, të shkoja në shkolla, në qendra komunitare dhe për herë të parë pas shumë vitesh. Ndjeva që po bëja diçka me kuptim. Po i jepja një arsye dhimbjes sime, por edhe pse ndihmoja të tjerat, faji më kishte lënë ende plotësisht. Kishte net kur zgjohesha në mes të errësirës dhe ndjeja mungesën e një fëmije që se mbajta kur në krah. Kishte ditë që shkoja në Vareza dhe vendosja një trëndafil në një varr të zbrazët, si simbol i shpirtit që humba, por tashmë, kur flisja me Zotin, nuk qaja më me faj, por me falje. Nëse më dëgjon, Zot, ruaj engjëllin tim. Dhe më jep forcë të shpëtoj të tjerë që të mos kalojnë atë që kalova unë. Në një nga aktivitetet tona, një vajzë e vogël, ndoshta 16 vjeçe, më afroi dhe më tha: "Zonja, historia juaj më shpëtoi. Nëna ime donte të më detyronte të abortoja. Por unë e binda që të mos e bëjmë. Tani jam në muajin e 5. Do ta quaj vajzën time Shpresa, si ju." Në atë çast, shpërtheva në lodh. Lodh gëzimi, jo dhimbje, për herë të parë ndjeva se ndoshta fëmia im i humbur më kishte udhëhequr deri aty, për të shpëtuar një tjetër jetë. Burri im, i liri, filloi të më shihte ndryshe. E pa se nuk isha më gruaja e heshtur që mbante gjithçka brenda, një mbrëmje më tha: "Tani të kuptoj më mirë. Të kam parë duke qarë shumë herë, por nuk të kam pyetur. Po tani e shoh që ke një shpirt të madh. Se dija nëse e dinte të vërtetën. Por ndoshta nuk kishte më rëndësi. Ai më respektoi për rrugëtimin tim dhe më mbështeti në misionin tim. Me kalimin e kohës, fillova të shkruaja. Një ditar që u kthye në një libër të vogël me titullin Heshtja që më vrau, ku rrëfeva historinë time dhe të shumë grave të tjera. Libri u shpërnda në disa qendra komunitare dhe shumë vajza gjetën forcë të flisnin pas tij. Në çdo faqe i shkruaja fëmijës tim letra dashurie, si një nën që flet me shpirtin e një engjëlli. Dhe sa më shumë shkruaja, aq më lehtë ndihesha. Tani, çdo herë që shkoj në një fshatëri për të folur, e filloj me të njëjtin mesazh: nuk ka turp në dashuri. Turp është ta detyrosh dikë të zgjedh mes jetës dhe frikës. Ne gratë nuk jemi fajtor pse duam, pse gabojmë, pse vuajmë. Por jemi të forta kur ngrihemi dhe i japim zë dhimbjes son. Sot, pas shumë vitesh, kam mësuar të jetoj me plagën time, por jo si viktim, si dëshmi. Sepse çdo histori dhimbjeje mund të kthehet në një dritë për dikë tjetër. Ndoshta unë se mbajta dot në krah fëmijën tim, por çdo vajzë që ndihmoj sot, çdo nën që shpëton një jetë, është si të rritja një pjesë të tij në shpirtin tim. E ndjej pranë. Si një frymë që më përshpërit, tani jam mirë, mama. Të fal. Dhe jam krenar për ty. Heshtja që më coptonte shpirtin, ditët kalonin, por brenda meje kishte filluar një luftë që nuk mbaronte kurrë. Mëngjeset i prisja me ankth, netët i kaloja pa gjumë. Çdo herë që shija një nën që mbante foshnjën në krah, më dukej sikur më shponin në zemër me një thikë.
I afrohesha shpesh dritares së dhomës dhe shikoja jashtë, aty ku dikur ndëroja një jetë ndryshe, një jetë ku fëmia im do të më thërriste nën. Por ajo fjalë që nuk do ta dëgjoja kur më ndjente si mallkim, nëna ime sillej sikur asgjë s'kishte ndodhur. Gatuante, punonte në ar, fshinte oborrin, ndërsa unë mbaja në trupin tim një boshllëk që nuk do ta mbushte kur më askush. Ishte e pabesueshme si ajo që më kishte dhënë jetë më kishte detyruar të vrisja jetën që mbaja brenda vetes. Çdo herë që ajo më shikonte, ndjeja një përzierje neverie dhe mëshire. E dija që edhe ajo vuante në heshtje, por e kishte fshehur nën maskën e nderit dhe zakonit. Një mbrëmje, teksa ishim ulur në verandë, ajo më tha, "Mjaft tani, bija ime. Mos mendo më për të kaluarën." Unë nuk u përmbajta dot dhe shpërtheva, "Si të mos mendoj, nën? Ti më more fëmijën nga barku, më more jetën." Ajo uli kokën dhe tha me zë të dridhur, "Nuk e bëra për të vrarë shpirtin, por për të shpëtuar. Fshati do të kishte shkatëruar. Do të përbuznin, s'do të kishe burr, s'do të kishe jetesë." Unë I bërtita, "Po çfarë më mbeti tani? As burr, as fëmijë, as shpirt. Vetëm faj dhe errësirë." Pas asaj nate, mes nesh ra një heshtje që zgjati me vite. Nuk flisnim më për atë ngjarje. Unë isha kthyer në një hije që ecte nëpër shtëpi, ndërsa ajo sillej si të mos kishte ndodhur asgjë. Por në sytë e saj e shija, ajo më kishte frikë, sepse e dinte që më kishte vrarë diçka që nuk do të rilinte më, një dashuri që më kujtoi plagën. Vitet kaluan dhe unë u përpoqja të ndërtoja një jetë normale. Një ditë u njoha me një djalë nga qyteti, quhej Arlin. Ai ishte ndryshe. Nuk më pyeti për të kaluarën, më trajtoi me respekt e dashuri. Për herë të parë pas shumë kohësh, ndjeva dritë në shpirt. Më bëri të qesh, të besoj se ndoshta mund të kem një jetë tjetër, një fillim të ri, por e kaluara nuk më linte. Çdo herë që ai më përmendte fëmijët, unë heshtja, sytë më mbusheshin me lodh. Një ditë ai më pyeti, "Pse çdo herë që flas për fëmijë, ti ndryshon?" Unë vendosa të jem e sinqert. Ja tregova gjithçka, nga fillimi deri në fund. Ai heshti gjatë, pastaj më mori dorën, "Ti ke kaluar ferrin, por nuk je fajtore. Mos e lër fajin të haj për jetë." Fjalët e tij ishin balsam për shpirtin tim të plagosur. Por plagët e vjetra nuk mbyllen me kaq lehtësi. Kur u martuam, unë isha e frikësuar. Kisha frikë të mos më ndëshkonte Zoti për atë që kisha bërë, të mos më lejonte më të bëhesha nën. Por ndodhi mrekullia, pas një viti, mbeta 7 zën. Lajmi më solli lumturi, por edhe një ndjenjë të fortë faji. Unë ndjeva sikur Zoti po më jepte një shans për të shlyer mëkatin. Kur linda vajzën, e mbajta në duar me lot në sy. Ja preka faqet, e putha dhe I thash, "Ti je falja ime, bija ime. Ti je jeta që ma morën dikur dhe që tani po më rikthehet." Por edhe pse e doja vajzën me shpirt, e kaluara më përndiqte. Netëve, në ëndra, shija fëmijën e parë. Më vinte pranë dhe më pyeste me zë të butë, "Pse më le? Pse nuk më mbyte me dashuri?" Por me frikë, zgjohesha e djersitur, me lot në faqe. I tregoja burrit tim, por ai më thoshte të mos e mendoja më. "Por si mund të mos mendosh një fëmijë që se ke parë kurrë, por e ke dashur me shpirt?" Përballja me fshatin, pas disa vitesh, u ktheva në fshat për të vizituar nënën. Fshati kishte ndryshuar pak, por sytë e njerëzve ishin po ata, kureshtar, gjykues. Më shinin me habi, me zëra të ulët që pëshpërisnin. Disa më përshëndetën, të tjerë më kthyen shpinën, nëna më priti me mall, por e ndjeva që kishte plakje në shpirt. Sytë I ishin bërë të zbehtë. Duart I dridheshin. Më tha, "Kam menduar shumë për atë që ndodhi. Çdo ditë e lut Zotin të falë." Unë e përqafova dhe I thash, "Të kam falur, nën. Por më duhet ta fal edhe veten, dhe kjo është më e vështira." Në varrezë, u ula pranë një cepi të zbrazët, një copë toke ku imagjinoja se mund të ishte vari I fëmijës që s'lindi kurrë. Vendosa një tufë me lule dhe I fola si një nën që I rrëfen fëmijës së vet një përrall. I premtova që do ta mbaja në zemër për jetë, një jetë me plagë, por edhe me forcë. Sot, pas shumë vitesh, jam nën e 2 fëmijëve dhe një grua që ka kaluar stuj, por nuk është dorëzuar. Kam mësuar se turpi nuk qëndron në barkun e një vajze.
por në mendjet e ngushta që gjykojnë, kam mësuar se dashuria nuk është vetëm ndjenjë, por edhe guxim për të përballuar, për të falur, për të ecur përpara. Historia ime është plagë që s'mbyllet, por edhe dritë që më kujton se jeta është më e fortë se gjykimi i njerëzve, dhe në çdo përqafim që i jap vajzës sime, ndjej se po përqafoj edhe atë fëmijë që humba, sepse dashuria e nënës nuk vdes kurrë, edhe kur shoqëria përpiqet ta mbyllë në heshtje. Zëri që nuk mund të hesht më, kaluan shumë vite që nga ajo ditë e errët kur nëna më detyroi të bëja diçka që më coptoi shpirtin. Jetova me plagën, me heshtjen, me fajin që më ndiqte si hije. Por një ditë, ndërsa shija vajzën time që po rritej dhe po bëhej grua, ndjeva një lëvizje të fortë brenda meje, një thirrje që më tha se nuk mund të heshtja më. Nuk mund ta lejoja që një tjetër vajzë të kalonte atë që përjetova unë, fillova të shkruaj historinë time. Në fillim në një fletore të vogël, fshehurazi, me dorë që më dridhej. Çdo fjalë që shkruaja më sillte në kujtesë dhimbjen, britmat e mia, lotët e pafund. Por ndërsa rrëfeja, ndjeja sikur çlirohesha. Fletët u mbushën me kujtime, me dhimbje, por edhe me forcë. Ishte koha ta ktheja plagën time në zë. Një ditë mora guximin dhe ju drejtova një organizate që ndihmonte gratë e reja në zonat rurale. U tregova historinë time dhe ata më ftuan të flisja në një takim me vajza të reja. Ishte hera e parë që do ta thosha me zë të lartë atë që për vite e mbaja të mbyllur në zemër. Kur dola përpara tyre, zëri më dridhej. Fillova me fjalët, unë jam një nën që dikur su lejua të bëhej nën, në sallë ra heshtje. Vajzat më shikonin me sy të mbushur me kureshtje e tronditje. Disa prej tyre mbanin lotët. Unë vazhdova. Nuk e bëra sepse s'doja. E bëra sepse më detyruan. Sepse njerëzit kanë frikë nga turpi, por harrojnë dhimbjen e shpirtit. Sot jam këtu për t'ju thënë se jeta është e juaja, trupi është i juaj, dhe asnjë nën, baba apo fshat nuk ka të drejtë t'ju marrë të ardhmen. Kur mbarova, shumë vajza u afruan e më përqafuan. Njëra më tha me lot në sy, faleminderit që fole. Po të mos të dëgjoja sot, do kisha bërë të njëjtën gjë nesër, ajo ditë ndryshoi gjithçka. Kuptova se zëri im mund të shëronte jo vetëm plagën time, por edhe plagët e shumë të tjerave. Fillova të bashkëpunoja me organizata të tjera, të flisja në shkolla, të shkruaja artikuj në gazeta lokale. Historia ime u bë frymëzim për shumë vajza që përballeshin me presionin e familjeve dhe frikën e gjykimit. Përballja me nënën pas shumë vitesh, një ditë, pas një prej fjalimeve, u ktheva në fshat për ta parë nënën. E gjeta të ulur në verandë, me duar të rrudhura, me sytë që nuk kishin më shkëlqim. U ula pranë saj dhe për një moment, asnjëra nuk foli. Heshtja ishte si një mur mes nesh, më në fund ajo tha, kam dëgjuar çfarë po bën. Po flet për të, unë pohova me kokë, po, nën. Po flas. Sepse nuk dua që ndonjë vajzë tjetër të kalojë atë që kalova unë, ajo uli kokën dhe tha me zë të butë, e di që të vrava shpirtin. Atëherë mendova se po të shpëtoja. Sot e kuptoj që të humba, unë i mora dorën dhe ja putha, nuk të urej, nën. Sepse edhe ti ishe viktime e frikës. Por tani dua që të mos heshtim më, ajo qau, për herë të parë pas shumë vitesh. Ishte si një shplarje, si një pendes që e kishte mbajtur brenda për dekada. Në atë moment, ndjeva se plagët e mia nisën të shëroheshin vërtet, një libër, një amanet, pas shumë përpjekjesh, botova librin tim, e ëma më detyroi të abortoja që të mos turpërohej fshati. Në të tregova gjithçka, jo për të fajsuar, por për të dëshmuar. Për të treguar se sa shumë dhimbje mund të fshihet pas një zakoni apo një nderi të rrem. Libri u bë jehon. Më ftonin në emisione, në debate, në konferenca. Vajza të reja më dërgonin letra ku më falenderonin që kisha folur. Njëra shkroi, nëna ime më detyroi të abortoja, por kur lexoi librin tënd, qau gjithë natën dhe më kërkoi falje. Sot, fal teje, kemi filluar ta rindërtojmë marrëdhënien tonë. Lexova letrën me lot në sy. E kuptova që fjalët e mia kishin filluar të bëheshin dritë për shumë shpirtra të lënduar, një nën, 2 fëmijë, një që jeton, një që më pret në qiell. Sot, kur shkoj në Vareza, marr me vete edhe vajzën time.
E qoj tek ajo copë toke ku vendos çdo herë lule. I them, këtu është vëllai yt që se njoha kur. Ai më mësoi se ç'është dhimbja, por edhe forca. Ajo më pyet shpesh, po pse s'ka emër? Unë i përgjigjem, sepse emrin e tij e mbaj në zemër. Ai është pjesë e shpirtit tim. Dhe çdo herë që ndihmoj dik, ndjej sikur po e përqafoj. Tani nuk jam më ajo vajza e frikësuar që u gjunjëzua përballë gjykimit të botës. Jam një grua që ka mësuar të falë, të ngrihet dhe të luftojë. Kam kuptuar se nderi nuk qëndron në fshehjen e së vërtetës, por në guximin për ta treguar atë, sepse asnjë nën nuk duhet të detyrojë vajzën e saj të vrasë dashurinë për të shpëtuar një turp që nuk ekziston. Dhe asnjë vajzë nuk duhet të lejojë që frika t'i marrë të ardhmen. Unë isha një zë i heshtur. Tani jam një zë që nuk do të ndalet më, fundi që solli fillimin e vërtet, tani jam 48 vjeçe. Vitet kanë kaluar, por çdo rrull në fytyrën time është dëshmi e një betejë të fituar. Kam kaluar në përstuit më të errëta, por asnjëra nuk arriti të më shkatërrojë. Sot, kur shoh pas, e di që nuk jam më ajo vajza e trembur që u bind për të mos turpëruar fshatin. Jam një grua që e ka thyer heshtjen, që ka ngritur zërin dhe që ka mësuar se dhimbja, kur ndahet, kthehet në forcë. Prej disa vitesh punoj si këshilltare në një qendër për vajzat dhe gratë që përballen me dhunë psikologjike e shoqërore. Çdo ditë dëgjoj histori që më rikthejnë pas në kohë. Në ato ditë të errëta të rinisë sime. Shpesh i shtrëngoj fort duart e tyre dhe u them, mos lejoni askënd t'ju marrë zërin. Mos e lini askënd të vendos për trupin tuaj, sepse askush nuk e di peshën e një aborti të detyruar, veç asaj që e ka përjetuar. Askush nuk e di si ndjehet të humbasësh një jetë që nuk patë shansin ta përqafosh, në përfshatra ku dikur më gjykonin, tani më ftojnë të flas. Gratë që më shikonin me përbuzje, më afrohen me ndrojtje, disa qajnë më thonë, të kishim dëgjuar më parë, nuk do i kishim bërë bijat tona të vuajnë, në sytë e tyre shoh pendes, por edhe shpresë. Sepse edhe ndryshimi ka nevojë për kohë. Dhe unë besoj se çdo fjalë e thënë me dashuri mbjell një farë, nëna ime ndërroi jetë 2 vite më parë. Ditët e fundit të jetës e kaluam bashkë, në paqe. Një natë, teksa po i mbaja dorën, ajo më tha me zë të dobët, më fal, bija ime. Ti ishe drita ime, por unë s'të lash të ndriçoje. Unë e putha në ballë dhe i pëshpërita, të kam falur që atëherë. Tani preju në paqe, në atë moment ndjeva sikur një pjesë e shpirtit tim u çlirua përfundimisht. Sot, çdo herë që ngjitem në një skenë, çdo herë që flas për të drejtat e grave, për nënat dhe vajzat që kanë humbur zërin nga frika e gjykimit, e di që fëmia im i parë është aty me mua, një engjëll që më shikon dhe më jep forcë. Ai s'lindi në këtë botë, por solli një mision në jetën time, të luftoj që asnjë tjetër të mos detyrohet të bëjë atë që unë bëra dikur. Vajza ime e vogël është tani një grua e re. E kam rritur me dashurinë dhe guximin që dikur më mungoi mua. I kam thënë gjithmonë, mos lejo askënd të mësoj turpin për dashurinë apo për trupin tënd. Nderi yt është në zemrën tënde, jo në fjalët e botës. Ajo më dëgjon me sy të mbushur me krenari dhe më thot, mami, ti je shembulli im i forcës. Në fund, kjo është historia e një vajze që u detyrua të heshtë, por që më pas u kthye në zë për shumë të tjera. Një histori që flet për dhimbje, për faj, por mbi të gjitha për falje dhe ringjallje, sepse edhe nga humbja mund të lind një jetë e re, sepse edhe nga dhimbja mund të lind drita. Unë jam ajo vajza që dikur humbi gjithçka, por sot kam gjithçka që ka rëndësi, paqen me veten, dashurinë për jetën dhe forcën për të ndryshuar botën. Dhe për çdo nën e bij që lexon këtë histori, dua të lë një amanet, mos e heshni zërin tuaj. Mos lejoni frikën të jetë më e fortë se dashuria. Dhe kur mos e quani turp një jetë që lind nga dashuria.